para është që e kam ndjetë tamam studim. Çka po du me thonë me këto është që në Kosovë nuk e di, po të jepet një farë ndjesie që nuk je të studiu, je dyqysh veç tu mundu me nëzon afate, provimet, me mbrimi me i kry gjitha me ko, edhe kri që kjo është një farë presionit që ty nuk të len me shiu tamam studimin thellësisht. Ndoshta për shkak që drejtimit që kom pas qef soma rrënjësisht me i mësu gjanat, mënyrë që me i pas sa ma të fresta, baziket edhe të qëndrushme. Edhe pse dojsha, nuk mujsha për shkak të provimit një mas një. Edhe u dashke me mbrimi për theku, veç ato që ka u kërkoj që nashta për provim. Edhe pse, do më thonë ka qenë një periudhë kur veç 8 uri kom bo gjumë edhe gjithë pjesën e tjetër ditës kom studiu. Në Stamboll ka qenë një ndjenjë tjetër se e kom shiju tamam studimin. Profesorat, edhe pse kanë spjegu turqisht, literaturën e kemi shfrytzu në gjuhën angleze. Edhe me të vërtet që qasja aty në më ka pëlqy shumë, ta jepshin kohën, mundësin, problemin, edhe e kom mësu edhe e kom përvetësu mas shumë të gjatë studime të analizuarit, kritik, racionalitetin edhe gjitha ato që ka bojnë një matematik ma stabile.